Sipas psikologëve, nëse mund ta zgjidhni të gjëgjës, atëherë mund të jeni psikopat. Ishte dita e parë e shkollës dhe profesori i historisë u gjet tragjikisht i vrarë në zyrën e tij. Ai u gjet i shtrirë, pa ndjenja në dysheme. Pa humbur kohë, policia filloi të merrte në pyetje disa të dyshuar kryesor që ishin të pranishëm në shkollë gjatë krimit. Profesori i sportit tha se ishte i zënë duke trajnuar ekipin e basketbollit të shkollës në palestër. Drejtoresha tha se po punonte në zyrën e saj, duke përfunduar dokumentet. Pastruesi deklaroi se po pastronte dritaret në korridor afër laboratorit të shkencave. Profesoresha e matematikës shpjegoi se po mbante një test në klasë. Së fundmi, kryetari i nxënësve tha se ishte në bibliotekë duke studiuar. Dëshmit ishin të pakta, por një nga deklaratat ngjalli dyshime. Pas një hetimi të shkurtër, policia menjëherë identifikoi vrasin. Pra, pyetja është, kush e vrau profesorin e historisë? Nëse mund ta zgjidhni këtë gjëgjës, shkruani përgjigjen tuaj në komente. Nëse ende nuk e keni zgjidhur, rishikoni videon për të parë sërish detaje. Ndonjëherë përgjigja është më e thjeshtë se sa mendoni. Dhe ju lutem bëni follow për më shumë video të mira.